fëmijë që janë me jetima, ti tregoj, po këta janë dëshmi të gjalla, do t'ja tregoj plagën, se këta janë plagë me krenari që jetoj për çdo ditë. Ja, këtu ku e keni, plumi ku i, këtu është dëmdëm dikun 15 cm, kam pas dorën e këputur, po ashtu kam pas plumin tjetër të barkut. Ja, këta janë dëshmi të gjalla, mrapa shpinë këtu në rast se fokusohet kamera, një më komandant në rast se ka mundësi, ja këtu dëmdumi, më ka dëmtu edhe zort. Këthe në pak në, qështu. I që dorë. Ja, këtu dëmdum plumi pej para mas më ka dalë, kurse plumi tret e kam këtu brill të komës, kamën e majtë, edhe plumi 4 më ka ka prapë qëtu ma ka hek një cop mishit. Edhe në ato momente, kër më ka ra plumi në dorë, pluma tjerë më kanë ra, mbaj që jam shtri. Edhe drejtoj dorën për toke me një dorë, që ashtu liftoj kundra armiqve, Habib Rushiti, i merë gucati, vinë edhe më kapin, njoni më kap për i jaknë në qafë, tjetëri më kap për rrypi, edhe kërë më lëshojnë të bunkeri, shasë se që kam djegi. Kër e shti dorën, i shtina dorë zort mrena, se mi kish put edhe vlej këtë zhaku për borgut. Ku tekniki Ademi fshatit Gradic është në Gjermani, po vjen me ma thonë dimën e parë. Edhe ja ka njës me më fashu, ma përbarke, ka me kra, ma lidhi krahin e barkun, kur plagosët edhe Habibi hin luftime, edhe i vjen aty, edhe ati mundohet Ademi mi o dhonë dimën e parë, pas Habibit plagosët Roland Roma, a djali janë Sloveni, po ashtu plagu edhe Demir Jakupi, një luftetar shumë i fort, i bjen plumi pej tokës i hinë qëtu në barkë. Edhe vjen të unë, e shë përballë, tham, ullni se armiqët forcat sërbi kem shumë ofër, se as 80 metre me thonë luftimet ka jënë zhvillu aty. E shti gishtin e nëzirë Rametli Demiri, se pas lufte në viti e kanë vra atë bashkë luftarin tonë, rrethonat e ti nuk i dim, mu më vjen keq se ka ndollë ashtu a i rast, se ka qenë një luftetar, i 3 luftrave tona shlerimtare. Pas ative luftimeve, vjen në radiolidhje Thirin, Veselje dhe Bedri Manxholli, në përvërci me shok pej pikave poshtë, ku për herë parë do ta përmens, se asnjëherë nuk u fol për ata, është Bedri Krasniqi ka hi i pari i fshatit të Miqin Suharekës, edhe kur ka ardhur me bashkë luftarët në përvërcime, për fatket se forcat serbe janë shpërndohë ma për mal, na bin 2 bashkë luftetar heroikisht, Afrim Gashi i Hajvalis dhe Gjafer Liboveci i Gjakovës. Edhe pse ma shumë, do shta nuk më takon mu me fol, pse për këtë pjesën aty në Edim Bedria e Hasan Krasniqi e Azem Suka është invalid i luftës, edhe shumë rand ka qenë i plagos të bataljoni jonë, aty në ju takon me fol për ata. Edhe pasim ka orë Bedria, thot, për hajrë plagët, tha shajrë pash për Gjafa dhe Afrimi në kanë ro dëshmor, tha lavdi, edhe ka bërtit Bedri Krasniqi, tha, sa ma shpejt, këto të plagosmi, tha, do të mi hekë mërë pavi. Pej aty të janë angazhu të gjithë bashkë luftetarëve, më kanë shute poshtë, po kur më kanë shuat e pej bunkerit, Veseli o konë krahin e djathë, e Rambo. Edhe del aty, edhe më ka për dorën e djathë, tha, o vlo, në rast se vdes, tha, hakun ta këna nëzirë 3 fish. Tha, mëse qesin si qelë, veç i kom thonë, Veseli, ka mundësi me mull pak ma poshtë, edhe i kom shu këshu ftyrës, në grushtë. Rusa, Serba, se unë nuk e kam ditë atër se qka është, edhe më kanë shu për pjetë. Në ato momente, se unë në intervjistën e parë, s'kam dosht për men, se ka arë se si me e luftu vetë vetën, për kjo një dëshmi e gjallë. Edhe në atë momente kam qu dorën e këputur, edhe i kam thonë, fal i kovë gjako im kësaj toke.
edhe prej atyt, thash ju, bëhoni të fort, se unë veç ndihmën e parë do ta marr edhe do të kthehem opet në front. Po me të realitetin, unë u nisa për botën tjetër. Se o konë shumë vështirë o konë.